Vllaznia po përgatitet për përballjen e radhës në kampionat ndaj Dinamos, një sfidë kjo që konsiderohet vendimtare për të ardhmen e objektivave të skuadrës shkodrane. Në prag të këtij takimi, mbrojtësi Erdenis Gurishta ka dalë para mediave teksa ai e nisi konferencën për shtyp me një urim për të gjithë besimtarët musliman me rastin e festës së Fitr Bajramit. Ndërkohë, zëvendës kapiteni i vllaznisë theksoi rëndësinë e ndeshjes, duke vlerësuar maksimalisht Dinamon. Gurishta, i cili rikthehet në fushën e Blert pas mungesës prej disa javësh, u shprehi qartë për objektivin e ekipit, teksa tha se fitoria është e vetmi alternativë. Padyshim që është një sfidë e rëndësishme, por pikëspori më lejoni ta filloj pak ndryshe, me që dje ishte dita e fundit e Ramazanit. I uroj gjithë besimtarët musliman që Zoti ja pranoft agjërimin, sakrificat e çdo vepre të mirë që kanë bërë gjatë këtij muajit, edhe me që sot është festa Fitr Bajramit, uroj që kjo festë të sjallin paqe dhe begati në familjet tuaja. Ndërsa për ditën e nesër, normalisht është një sfidë e rëndësishme, sepse e dim që Dinamo ka kualitet, pavarësisht se këto ndeshjet e fundit po kalon ndoshta një moment jo të mirë. Por gjithsesi nuk duhet ta nënvlerësojmë, sepse brenda Dinamos ka lojtarë me cilësi, me kualitet që mund të bëjnë diferencë në çdo moment. Por për ne tani jemi futur në një fazë delikate dhe e dim që këto janë ndeshje shumë të rëndësishme që nuk duhet të gabojmë dhe e kemi detyrim të ripikshim ditën e nesërme. Mendoj që dëmtimi kaloi dhe unë jam gati për ekipin, edhe nesër do të jem në fushën e lojës. Në fjalën e tij, Gurishta tha se vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, pavarësisht se ndoshta shumë kush nuk e pranon. Kemi lënë shumë pikë, ndoshta me ato ekipe që në letër mund të jenë të lehta, të kalueshme, por sot e kemi vërtetuar që asnjë ekip nuk është i lehtë. Sot mundesh me rrash çdo ekip, sot mundet me të prish punë çdo ekip. Gjithsesi ne dimë se tani jemi në fazën e fundit të kampionatit, janë 8 ndeshje që kanë mbetur dhe duhet ta vlerësojmë çdo ndeshje si finale, nëse duhet të arrijmë ato objektivat tona. Unë jam i mendimit që vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, jo vetëm si individ, por edhe si kolektiv. Shumë vetë pranojnë që vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, shumë vetë ndoshta mendojnë nuk kanë frikë ta shprehin që ne kemi ekipin më të mirë në Shqipëri, por gjithsesi ne duhet ta tregojmë fushë jemi ekipin më të mirë në Shqipëri dhe duhet ta meritojmë këtë gjë. Takimin ndaj Dinamos, i cili duhet të luhet pasditën e së shtunës në orën 18 në stadiumin Loro Boriçi, pritet me interes, teksa vllaznia synon të shfrytëzojë faktorin fushë për të marrë një rezultat pozitiv dhe për të vijuar garën për objektivat sezonal.